Mirë se vini në botën e yjeve. AstroChart, bëni subscribe për më shumë video. Gratë më pasionante të horoskopit. Në vend të parë, femra Akrep. Femra Akrep është definicioni i magnetizmit. Ajo është e thellë, intensive, misterioze dhe të pushton emocionalisht. Ka pasion që të zhyt dhe jo të prek. Kur dashuron e bën me shpirt dhe ka një marrëdhënie të fortë, nuk ekziston gjysmë me të. Në vend të dytë, Luani. Është pikërisht mbretëresha që kërkon zjarr. Femra Luan është e zjarrt vetë, e vetbesuar dhe e etur për pasion. Ajo do vëmendje, butësi, dramë romantike. Ka energji që të tërheq pa folur dhe pasionin e shpreh me dominim, karizëm dhe buzëqeshje djegëse. Në vend të tretë, Dashi. Femra Dash është e pasionuar sepse nuk mendon dy herë. Ajo ndjek gjithmonë zemrën. Është energjike, e guximshme, e drejtë për drejtë dhe shumë e sinqertë në pëlqimet e veta. Me të çdo emocion është i fortë dhe i papritur. Në vend të katërt, Shigjetari. Shigjetari nuk është thjesht e zjarrt, është spontane, e lirë, e papritur dhe plot jetë. Femra shigjetar të vë në lojë, të provokon, të çmend dhe të ndez pa e kuptuar fare.